Atëherë kanë marrë Beethoven e kita Visiu me kë? Me ëmbrën. E letën, kanë dashur të kishte trajtuar në Beethoven. Unë e dija gjithmonë në bark, me sa duket nuk i kanë futur fëmijët atë. Thjesht kanë qetësuar Alketa Mukën. Dhe i kanë hequr memorien se si kishte donte fëmijët. Po kuptoj shumë gjëra. Alketa Muka nuk rrinte dot pa fëmijën. Fuqia e ka ndihmuar në këtë mënyrë. E ka qetësuar Alketa Mukën me memorit natës si ka në bark fëmijët. Sa një plesht. Ka shkatruar dje ka qenë Alketa Visiu me ëmbrën dhe letën. 5 me 4 në një ejda. Kush e bëri Alketa Mukën? Të gjitha? Ku e more memori? Donin të plakosnin djalen. Po, gjithë mbasditë janë mankuar. Parashikoj ato që ndodh. Po, e dija që ndodhte diçka vetore. Kam arritur me fuqi. E morën prapë. Do ndërmojnë fuqinë Beethoven. Ndio do ndihmosh Beethovenin. Shtrikat e durit janë shumë të frikshme. Druventi kanë shkatruar. Po, mezi që ndrojnë në këmbë. Nuk janë gjithë. Janë të sajuar. Alketa memori ka të drejtë, i kanë vrarë. Do ta kuptojnë më vonë se sa kanë vrarë. Hiqen sikur janë ata. Ai nuk merret tani për momentin në truvari kryesor, se e din që janë të frikshëm. Ai është në rrezik të vet. Alketa Visiu ka marrë rol Jezui. Jezui është vrasësi i familjes. Alketa Visiu është vrasësi i burrit, që është druvari. Dhe familjes së druvarit, që janë vëllezërit. I shkatroi me durin Alketa Visiu. Janë zëvendësuar shumica. Nuk e di sa drëmën kanë ngelur. Janë ata të imtët. 2 të imtët. Nuk e di a ekzistojnë më. Është dhe ky, djale, druvarnjëshi. Nuk janë origjinale. Po, edhe pse ka zojnë hau. Nuk pash një truvar të shëndosh. Po, hiqen truvat vegjël, janë truvat mëdhenj, gjatë. Por jo të shëndosh. Alketa memori nuk afroi me të shëndosh. Ka pasur frikë. U të merrua nga jeta me Jezuin që vije kundra nga shtrigat. Dhe nuk pranonte të afroi kollaj me njerëz të shëndosh. Po, i mendonte akoma më të keq se Jezui.